Allahu azza wa jalla thot në Kur'an: "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Thuaj besimtarëve ti ulin shikimet e tyre dhe ta ruajnë derin e tyre. Dhalika azka lahum. Thot Allahu azza wa jalla, kjo është më e mirë për ta dhe është më e pastër për ta. Po ju vëllezër, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka quajt shikimin shigjet prej shigjetave të helmuara të djallit të mallkuar. Andaj thot Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, thot një shikim sa herë thot një shikim ka trashëguar thot pikëllim të gjatë. Nga se njeriu o ju vëllezër nëse nuk e ruan shikimin e tij, shikimi i tij është postieri i gjunahut të madh pra amoralitetit, Allahu na ruaj. Dhe për këtë dietarët kanë pru shembuj të ndryshëm në librat e tyre. Thot Ibnul Qayyim rahimahullahu taala se shikimi ngjall mendim, e mendimi pastaj thot ngjall dëshirë për të realizuar. Pra nëse ky së pari shikon dhe nuk kërkon mbrojtje pe Allahut azza wa jall, atëherë fillon i vjen mendimi, të mendon në rreth atij harami, të mendon se si të afrohet drejt atij harami. E pastaj kur vjen mendimi, atëherë shfaqet edhe dëshira për ta realizuar haramin, e dëshira pastaj e sjell edhe veprën, Allahu na ruaj.